Rritja e pagës minimale nga qeveria e Kosovës, e cila nga 1 janari është saktuar në 425 euro bruto, është dhënë si arsye për anulimin e ritenderit të qendrës klinike universitare të Kosovës për sigurimin fizik. Ky tender kishte qenë i hapur për 15 muaj dhe në dosjen e tenderit paga bazë ishte e parapar 402 euro bruto. Për këtë kontrat ishin ndarë 6.8 milion euro për 36 muaj, në rast se do të shpallej një operator fitues. Pas anulimit të aktivitetit të prokurimit, operatori ekonomik SIK SHPK, i cili kishte marrë pjesë në tender, ka dorëzuar ankesë, duke pretenduar se anulimi është bërë në mënyrë arbitrare dhe në kundërshtim me ligjin për prokurim publik. Konsiderojmë që një vendim i qeverisë për rritjen e pagës minimale nuk duhet të jetë arsye për anulimin e aktivitetit të prokurimit, pasi që LPP-ja dhe rregulloria për prokurim publik nuk e përcaktojnë një gjë të tillë. Ne kemi aplikuar sipas dosjes së tenderit me pagë 402 euro bruto, duke kalkuluar të gjitha obligimet që burojnë nga ligji i punës dhe ATK-ja. AKJ është e obliguar të gjejë zgjidhje për EOT konform LPP-s dhe rregullorës për prokurim publik. Sipas SHKUK-s, anulimi i këtij tenderi është mbështetur në nenin 62 të ligjit të prokurimit publik. Nga ky institucion thonë se vendimi i qeverisë përbën ngjarje objektive të paparashikueshme. Duke marrë parasysh faktin se ka ndryshim substancial të rrethonave, vazhdimi i këtij aktivitetit të prokurimit ka qenë i pamundur, pasi që ndryshimi në kalkulimin e pagave është i madh dhe analizat financiare të ofertave për pagën bazë, duke përfshirë të gjitha obligimet ligjore, nuk kanë qenë të sakta, në mungesë të bazës ligjore për ta rregulluar çmimin e ofertës. AKQUK ka qenë detyruar të anulojë aktivitetin e prokurimit. Sipas neni 62 të ligjit të prokurimit publik, një aktivitet prokurimi mund të anulohet vetëm nëse ofertat e përgjithshme përmbajnë çmime që e tejkalojnë buxhetin e autoritetit kontraktues, ose nëse ndërprerja bëhet e nevojshme për shkak të ngjarjeve objektive jashtë kontrollit të tij. Në këtë tender kanë ofertuar 5 operator ekonomik. Vlera më e ulët e ofertuar ka qenë 6.5 milion euro, ndërsa më e larta 6.7 milion euro. Pra asnjë nga operatorët nuk e ka tejkaluar vlerën e paraparë në dosjen e tenderit. Në ankesën e saj, SIK SHPK ka theksuar se nga SHKUK-ja u janë kërkuar të gjitha dokumentet shtesë, gjë që sipas tyre ndodh vetëm kur një operator shpallet fitues. Të gjithë dokumentacionin e shkëmbyer ndërmjet AK-s dhe konsorciumit ton i keni në e-prokurim të dokumentet, letrat standarde. Pra kjo është një dëshmi që ne si grup i operatorëve ekonomik jemi të përgjithshëm dhe sipas LPP-s jemi shpallur fitues, edhe pse njoftimin mbi vendimin autoriteti kontraktues nuk e ka dërguar. Dokumentet e tilla, pra vërtetimet e ATK-s, certifikatat e gjykatës dhe sigurimi origjinal, kërkohet për operatorin ekonomik, të cilit synohet dhënia e kontratës. SHKUK-ja ka bërë të ditur se pas anulimit të këtij aktiviteti të prokurimit dhe ankesave të dorëzuara në organin shqyrtues të prokurimit, ka hapur një tender emergjent me vlerë 1 milion euro, me kushtgjatje 5 muaj. Operatori SIK edhe gjatë muajve të verës së vitit të kaluar ka pasur kontratë me SHKUK-n, e cila ka përfunduar. Kjo kontratë ishte lidhur pasi kontrata paraprake kishte skaduar dhe SHKUK-ja kishte mbetur pa sigurim fizik. Për 1 muaj, sigurimin i klinikave të SHKUK-s e kanë kryer 33 policë, angazhim që i ka kushtuar SHKUK-s rreth 31.680 euro. Në Policinë e Kosovës, nëpërmjet një përgjigje për kohën, kanë thënë se marrëveshja për sigurimin e klinikës emergjente të SHKUK-s është ende valide.